Kthehemi miq të dashur në studio dhe koha për të realizuar një bisedë që thash edhe më herët është shumë e këndshme sepse kemi të bëjmë me fëmijë të vegjël të cilët i kanë kushtuar shumë rëndësi të kenë një libër sa i përket mbrojtjes së ujit, të mjedisit. Prandaj edhe kanë quajtur Heronjtë e ujit, kështu gjithmonë të në kujdesin, po themi edhe mundësinë që e ka dhënë edhe mësimdhënësia e tyre që është Dorina Kastrati bashkë me ne në studio. Përfshi këtu edhe njërin prej nxënësve simpatik që është Kan Qazimi bashkë me neve. Do të flasim për këtë libër që thash edhe njëherë ka shumë nevojë që sidomos gjeneratat e reja të marrin mësime të tilla që kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit, me mbrojtjen e ujit, në mënyrë që të dimë edhe në një moshë më të rritur të kemi sa më shumë kujdes për gjithçka që na rrethon, sepse është pikë e parë e punës shëndet për ne. Por si është bë, promovimi tashmë vetë se ka ndodhur për këtë libër, por puna pas këtij libri dhe ilustrimet që unë këtu e kam në studio, po Kani na tregon më së miri, po i flasim bashkë me mysafirët në studio. Dorin dhe Kan, mirë se keni ardhur, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Kan, si të kemi sot? Mirë. Me energji të mirë na ke ardhur dhe na kënaqe çat kohë sa jemi duke bisedu kështu para mbrapa kamerave. Faleminderit. Faleminderit ty shumë. E kemi librin këtu, hajde veç ta tregojmë për cilin kemi me fol, shfaqe para kamerës edhe mandej flasim gradualisht. Po, tash ky është libri Heronjtë e ujit, apo? Po. Edhe pjesën tjetër e keni anglisht edhe shqip. Një format i jashtëzakonshëm. Dorin, mirë se na ke ardhur. Faleminderit shumë që je këtu bashkë me neve dhe me Kanin. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit. Shumë kënaqësi për të folur për Heronjtë e ujit, që ma vërmendja ka atë vlerën e vet, po para se dalim ndoshta tek krejt përvoja, si më thonë, kësaj, ideja për të pas një libër që e mban një titull të tillë. Po, patjetër. Atëherë për këtë libër është gjithmonë kënaqësi me fol. Në veçanti pas promovimit dhe ju falenderoj shumë për ftesën që jemi bashkë me Kanin këtu. Atëherë projekti është realizuar në kuadër të programit të Bashkimit Evropian Probleo, një iniciativë kjo që ka për qëllim mbrojtjen e ujrave. Shkolla jonë ka qenë një ndër shkollat e cila ka përfituar përmes këtij programi, pra në rjetin e shumë shkollave të ndryshme të Evropës dhe në bazë të kësaj është përgjedhur edhe në rjetin e shkollave të ashtu quajtura Blue Schools. Atëherë, ky projekt në fakt ka filluar qysh nga shtatori dhe tërë këto muaj kanë qenë përpjekje vazhdueshme dhe angazhim i nxënësve dhe ka përfshirë në veçanti hulumtime, kërkime, storje të ndryshme, leximin e storjeve shumë inspiruese, siç është ajo e historisë së Gretës. Atash që na ka sjellë një energji shumë të mirë, shumë e vërtetë. Shumë normale, apo më tregon Kan, çka po të bën pak me qenë kaq i qeshur sot? Se di, s'kam shumë energji. Mu më lumturon shumë energjia jote, edhe unë kënaqem shumë edhe ta uroj gjithmonë me pas. Faleminderit. Faleminderit shumë që po na bën edhe neve me shiu këtu. Tash gradualisht jemi me folje edhe për librin, për kontributin që ti vetë ke dhënë këtu. Hajde, apo na shpjegon pak kur foljet që keni me bo librin, që ka me u quajt Heronjtë e librit, Heronjtë e ujit, më fal. Si u ndjeve ndoshta edhe çka ke menduar në ato momente? Unë kur e kena bu Heronjtë e ujit, unë jam ndje shumë i lumtur dhe fjazuar. Çka keni mujtë me mësu për gjatë kohës sa keni bo librin bashk? Pse është e rëndësishme me mësu na për ujin, edhe me ditë për ujin, sidomos ju për gjenerat ma e re, ma e vogël? Sepse nëse ne ndotim ujin, ne nuk muna me pi ujin. Sikur tash që kemi të boft mirë. Ky është edhe mesazhi kryesor realisht që përcjellet edhe përmes këtij libri. Apo na i tregon disa prej ilustrimeve që i ka. Se thash, e keni të shkruar edhe në gjuhën angleze, edhe në gjuhën shqipe. Hajde na shqip, se kemi audiencën që kanë dëshirë me kuptu ma shumë. Lexona diçka që ju e keni shkruar aty. Greta ishte vetëm 15 vjeçe. Ajo nuk u dorëzua, as ne nuk do të dorëzohem. Mosha s'është problem kur ke zemrën e zë. Zemër e zë. Po, kur guximi takohet me zemrën, lind fuqia. Dhe kur mendja bashkohet me veprën, uji merr frymë përsëri. Fantastike. Atë ta marrë librin për pak?
që po e shohim kështu dhe sa e këndshme është, sepse kemi grup mosha që janë të klasëve të treta, të katërta dhe të pesta, dhe me të vërtet është do është një ilustrim i tillë që sa ma i kapshëm edhe ma i lehtë me qenë, përderisa flasim për ujin, përderisa flasim për mjedisin, edhe ajo që preket përmes ilustrimit është shumë e kapshme dhe ma e thjeshtë, ma vërmendja Dorin. Tregon pak edhe për këtë iniciativën që ky libër ta ketë këtë formën me ilustrime edhe me këto pamjet që na po i shohim. Po, shumë e vërtet Atjana, libri e thashë edhe më herët, ky projekt ka përfshirë, pra ka qenë një punë e gjatë ku ka përfshirë hulumtime, ilustrime dhe leximin e historieve si ajo që e lexoj edhe një pjesë kani nga historia Gretës, një histori shumë frymëzuese për fëmijët. Mirë po çka ka qenë e rëndësishme është që lloji i tillë i librit, pra i ashtu quajtur libër komik, ku përveç tekstit ka dhe ilustrime, në ndihmon në një farë mënyre që edhe nëse fëmijët të grup moshave të ndryshme të cilët nuk mund të mësojnë ende të lexojnë, pra nuk e kanë të zhvilluar leximin, përmes ilustrimeve ta kuptojnë tekstin. Ilustrimet janë bërë nga kreativiteti i fëmijëve, pra edhe që janë përfshirë nxënësit nga klasa 3 deri në 5 dhe dikush më shumë e dikush më pak se cili ka kontribuar me ndonjë ide, me krijimin e një fjalie, me ilustrim. Dhe gjitha këto nga këto grup mosha pra 3 deri në 5 janë përfshirë në libër, ku është bërë pra në dy gjuhë, në shqip edhe në anglisht. Dhe çka është e rëndësishme po ashtu është që tirazhet e këtij libri do të shpërndahen në shkolla publike të Prishtinës dhe në qendrën burimore për fëmijë, ku ndërkohë është shtypur edhe një version i përshtatshëm. Po ashtu përveç kësaj pra kopjes fizike, libri është i qasshëm edhe online përmes linkut. Dhe padyshim kjo është një dëshmi, mendoj që kur fëmijëve ju jepet hapësirë, mundësi edhe besim mbi të gjitha, ata krijojnë një gjë shumë të madhe me një tematikë tepër të rëndësishme dhe domethënë se siç është kjo e heronive të ujit. Ku me të vërtetë përmes zërit të fëmijëve të kësaj grup moshe, ne kemi pas qëllim që këtë mesazh ta përçojmë edhe më tutje, ta përcjellim edhe më tutje dhe me Kanin shpesh e kemi biseduar edhe gjatë realizimit të librit që ky libër nuk ka moshë, apo kanë? Nuk lexohet pra vetëm për fëmijë, po ne jemi fëmijë autor në këtë rast që e kemi bërë këtë libër dhe që e përcjellim një mesazh shumë të rëndësishëm. Sa jemi këtu, a le të na tregon pak Kani për kontributin që e ka dhënë vetë tek libri, a ke pas ndonjë ide kanë që ti i ke thonë mësuesës Dorin, po du me bë kështu ose e kam unë këtë informacion për ujin, a ta bëjmë libër. Çka ka qenë pak? Çfarë idesh keni dhënë? Se di vallajnë kum haru. Ka pas të shumta, sigurisht. Të shumta ka pas, po disa i kum hardu. Po, është normale, sepse ka aq shumë angazhim, po hajtë gjatë kohës sa punës, sa keni ndi vetën ndoshta të veçantë, si keni kalu, eksperienca për me bë këtë libër, me juve dhe me gjënatën, me klasit 4-5? Unë jam dhe shumë i lumtur, shumë I emocionum që po e bëni. emocionum, po, edhe Kujt kam ju jam tut pak nëse e bëj keqe. Po që se keni bë keq, e keni bë shumë mirë realisht. Edhe me ndihmën e mësuesës. Kanë pas edhe një eksperiencë që ma herët më tregove e që kanë shku në Badovca, po bashkë me juve të shoqëruar? Po, në kuadër të këtij projekti kemi zhvilluar edhe vizita jashtëshkollore, siç ka qenë ajo në liçenin e Badovcit. Në këtë rast nxënësit e klasave të treta kanë bërë një vizitë në liçenin e Badovcit, ku ju ka shërbyer jashtëzakonisht shumë për krijimin e librit. Domethënë, vizita ka qenë në kuadër të realizimit të projektit, edhe ka qenë shumë interesant që kanë pas mundësi që me pa për afër se ç'të të thotë të jetë liçeni ndotër. Nxënësit janë ndarë në disa grupe ku kanë pastruar për rreth liçenin e Badovcit. Edhe pas vizitës janë kthyer me një përvojë që ju ka shërbyer me të vërtetë në libër, ku ne e kemi bërë dhe një lloj ilustrimi, nëse mundemi me pa bashkan, ilustrimi në faqen 10. Kjo ka qenë edhe një ide që neve na ka shërbyer pasi ka rrjedh
nga imagjinata, nga kreativiteti në nxënësve tonë, po është shumë interesante ku mundemi kanë me lexu ndoshta bashk. A fillojmë? Po. Sa më shumë duteni, aq më fort bëhem. Unë jetoj nga dëmbolizi juaj. Jo më. Kjo është një ilustrim ku ne kemi diskutuar me fëmijët që sa më shumë hedhin mbeturina çfarë do grup moshe në ambient, në liçen, atëherë këto mbeturina mblidhen edhe man të kreativitetit të nxënësve, kemi thënë që mund të shndrohen në një përbindësh. Edhe fëmijët nxënësit e kanë përdorur imagjinatën e tyre ku e kanë paraqitur si një lloj përbindshi që në fakt është rrjedh nga dembelizmi jonë. Edhe në fund të ditës, fëmijët i kemi heronj të cilët kujdesen për ujin, edhe mendoj që ky libër me të vërtet ju ka shërbyer shumë. Dhe thamë më herët që nuk ka një grup moshë të caktuar për ta lexuar. Torin, sa jemi te kreativiteti, me të vërtet veç me shiku edhe me kuptu këtë lidhjen e fjalëve me pak fjalë, por që thuhet shumë, është e veçantë. Duhe e kuptu ndoshta gjatë punës sa e bët për këtë libër, atë që t'la përshtypje nga nxënësit, ndoshta nga informacioni, sado i vogël, sepse është moshë e vogël që mund ta kem pas, çka të bëni më shumë ti përshtypje, po themi kështu, edhe atë interaktivitetin me ta? Po, spari ka qenë kënaqësi shumë e veçantë, si mësimdhënëse e klubit të leximit, të jam afër me ta, t'ju dëgjoj idetë, me të vërtet kanë qenë fëmijë që kanë pasur një kreativitet jashtëzakonshëm edhe unë e vlerësoj punën e gjithë secilit dhe kontributin e gjithë secilit në këtë libër. Por çka ka qenë Ardiana interesant, ka qenë që një çdo orë të klubit të leximit, e thash edhe më herët, ka qenë një përpjekje e vazhdueshme për të marrë informacion. Janë me të vërtet fëmijë që kërkojnë informacion, ne në bazë të kësaj kemi kërkuar dhe animacione të ndryshme, të cilat në një farë mënyre e kanë edhe temë, do me thonë, tematikë mbrojtjen e ujrave. Përveç kësaj, thash edhe e kemi lexuar, e kemi sjellë në klasë edhe librin e historisë së Gretës, ku pastaj kemi lexuar dhe jemi munduar të sado pak qatë histori frymëzuese ta sjellim edhe në libër, se me të vërtet në fund të ditës tash këta janë herojt e ujit, këta janë autorë tanë të vegjël që i përcjellin një temë shumë të rëndësishme sot dhe që mund të ketë ndikim të jashtëzakonshëm edhe përmes zërave të vegjël. Po ka qenë e jashtëzakonshme puna me ta se janë me të vërtet fëmijë kreativ, edhe çdo ide të tyre ta dëgjosh, çdo fjali, çdo ilustrim, edhe vazhdimisht kemi bërë hulumtime dhe diskutime dhe nuk ka munguar puna grupore. Edhe kjo për mu në fund të ditës ka qenë e rëndësishme, t'i shosh të punojnë gjithë bashk edhe sa kreativ janë. Dhe në fund dhe kemi finalizuar dhe me promovimin e librit, që ka ndodhur më datë 25 të këtij muaji në bibliotekën kombëtare Pjetër Bogdani, ku fëmijët kanë qenë edhe në rolin e autorëve. Përveç promovimit të librit, e kanë përjetuar dhe ndjesin të janë autor, të kanë një diskutim të hapur me audiencën, me publikun, dhe në fund që unë e vlerësoj shumë, kanë shpërndar dhe autografe për të pranishmit dhe pjesa më e veçantë do e kisha konsideruar ka qenë pyetjet përgjigjet nga audienca, nga publiku. Dhe këtë po ndajnë, pikrisht të kjo pjesë, tashmë autor të vegjël janë këta, lirisht mund të themi, sepse është nga duart e tyre dhe kreativitetit të tyre libri Herojt e ujit. Hajde tregon pak si keni kalu gjatë kohës promovimit, edhe çfarë pyetje ju kanë bo prej publikut që kanë ardhur me ju përcjell aty? Neve pyetje na kanë bo, cili afaqet ka pëlqy mas shumti, unë jam përgjigj me faqen 9. Pse të ka pëlqy faqja 9? Se kanë përmend Gretën. Gretën? Okej, na kemi lexu këto pak më herët, a ishte kjo? Po, çfarë mesazhi përcjell kjo ty? Çka më përcjell ka mesazh që musha nuk është problem. Bravo. Edhe që duhet se cili me pas parasysh, qysh me mbrojt ato që the ma herët. Për me pi ujin rehat, duhet me pas kujdes, apo me mbrojt. E diçka tjetër ndonjë pyetje ose koha që keni kalu gjatë promovimit, cila ka qenë?
Koha që e kena kalu gjatë promovimit, ka qenë, jëmë konë shumë i lumëtër që u promovu libri unë. Tash, kur e ka pas këtë sukses libri parë, a keni mendu me tonë mësuses, po e bëjmë edhe një tjetër me një temë tjetër? Jo. A keni mendu ndërkohë? Veç dyshin. Dyshin herojnë të ujet ka me qenë. Kur ka me qenë tregona se ndoshta mësuses në tregojnë? Së di. Veç, ndo këtë janë nisë në prill. Prill. Mos na zbulon Nuk po japim shumë informacione, kanë. Po kjo është sinceriteti i fëmijëve jashtëzakonshëm. Dorin, na trego pak edhe pikërisht këto tematika. Sa po ishte tash nevojshme që edhe ma tepër me ishtjellu në shkollat tona që pse jo të përcillen mesazhe të tilla sikur kjo që prej moshës hershme ta kemi parasysh që ta duam vendin ton, natyrën në cilën jetojmë edhe ujin që e pim. Po, pikërisht, thamë që libri nuk ka mosh, nuk duhet të lexohet nga një moshë e caktuar, ose përmes zërit të fëmijëve kemi përquar një mesazh shumë të rëndësishëm dhe një tematikë mjaft e ndjeshme mendoj unë, siç është ajo ruajtja e mjedisit. Thash edhe më herët edhe vizita në Badovc ju ka shërbyer shumë, sepse të jesh fëmijë një grup moshe 3 deri në 5, do me thonë klasave 3 deri në 5 dhe vizitosh liçenin në Badovcit, në çfarë do gjendje që ta shikosh, atëherë me të vërtetë që kjo përvojë e tillë ose vetë krijimi i një tematike të tillë Heronjët e ujit me një titull shumë domethënës, atëherë mendoj që ka një domethënie edhe një impakt mjaft të gjerë tek shoqëria. Ne e dim që ruajtja e mjedisit edhe ruajtja e ujrave në përgjithësi si kjo iniciativa Problehut ka një domethënie shumë të madhe dhe unë besoj që libri me të vërtet ka me i frymëzu gjithë, që t'jenë më të kujdesshëm për ujin. Ne edhe gjatë krijimit të librit kemi biseduar me fëmijët, edhe tërkohën e kemi qujt njëri tjetrin, ne jemi tash heron të ujit, po çka do të thotë në të vërtetë jesh heroi i ujit. Nuk është vetëm ta kesh emrin për shembull në libër, nuk është vetëm të dalësh në një promovim edhe ta promovojmë librin si autor të vegjël apo si heronje të ujit, mirë po me të vërtetë ta ndjesh atë lloj përgjegjësie. Edhe kjo pra është domethënia dhe tematika që me të vërtetë ndërgjegjësimi dhe t'jesh një individ i përgjegjshëm dhe i ndërgjegjshëm fillon në vendin ku jeton. Pra qysh spari, qysh nga shtëpia, pastaj në shkolla dhe shkon më tutje duke edhe një mesazh të gjerë edhe në shoqëri për çdo kënd, jo vetëm për fëmijë. Patjetër, jemi ka fundi bisedës Zorin, e shijova shumë edhe këtë pjesë të bisedës, po vetëm ta tregojmë nëse është menduar ndoshta edhe nga vetë shkolla që pse jo, meqense ka qenë eksperienca me Badovcin, nesër pas nesër të jetë në një vend tjetër, po ashtu në ujëra të tjerë ku nga afër fëmijët edhe shohin se çka do thotë ajo që po e shfaqin në libër ose po e paraqesin aty. Po, patjetër, ne kemi filluar, pra thash, këtë projekt nga shtatori, që ka vazhduar me muaj të tërë, duke përfshirë edhe vizitën e Badovc. Mirë po, jam shumë e sigurt që duke i parë sa kreativ janë fëmijët edhe me sa përkushtim kanë punuar, atër nuk mendoj që do t'jetë vetëm ky libër, pra ky projekt. Edhe besoj që do t'ketë projekte të tjera, po ashtu me tematika që rëndësishme të krijuar nga kjo grup mosh. I mirë prisi me shumë qef, ndërka që kanim, po e du krejt në fund një mesazh me dhonë për krejt bashkëmoshatarët, edhe për librin, edhe në përgjithësi për mësimet, se e di që jenë zënës shumë i mirë. Çka kemi u thonë bashkëmoshatarëve për librin? Edhe për këto temat me ujin me mjedisin? Unë kemi thonë të gjithëve që po këshyrin, radio jo këtë vën, që ne do të më mbrojt ujin, që ne e pim ujin. Pa diskutim. Edhe natyrën, mos me hudhë në beturina, po ta mbajmë gjep, kur shkojmë në shtëpi ose ku e shojmë një sport ma të afërt, aty me hudhë. Po. A është kështu? Ti krejtve ju keton autografa, jeni kënaqur promovim. Edhe unë po e du një prej tije. A bën? Faleminderit shumë Dorin edhe njerë, urej që keni me pas shumë suksese, edhe shumë kënaqësi. Ku mu ta bu? Ku dënë ti, që qështu, unë e po ta mbaj çfarë kënaqësie, një autograf nga kani simpatik. Unë e mbaj kujtim këto, a keme mbajt dhe ti? A duhet e mbrjam? Qetësi të plot, se po du me shiju. Hajtë shaj ke mbajt mend?
Bravo. Këtë Edhe po janë. Super, faleminderit shumë. Edhe aq një punë sa më të bara. Me njerë po qosha? Hajde, s'ka problem, heq më po të përqafi shumë. Edhe faleminderit që autografin prej konjit.